Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protestë këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz në këtë zonë. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantierin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbjen e tyre. As ndërhyrja e forcave të shumta policore që kishin mbërritur në zonë nuk i ndaloi dot protestuesit. Në brendësi të kantierit, ata u përplasën me efektivët. Banorët janë të vendosur të mbrojnë si të shprehen ata tokën e të parëve, duke shtuar se ajo po ju grabitet haptazim me bekimin e shtetit. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë së Shkodrës Gendian Berberi për t'u tërhequr, banorët nuk u ndalen derisa shkatruan pjesën më të madhe të rrethimit. Pitu na falon gjyshi, pitu na falon I pari, pitu a kena blem në Florit, edhe nuk dorëzohen atëri se ta dalin shpirë. Drejtësia shqiptare është kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Shoh shumë njerëz tu ka plakën, tu ka marrëdhëtin, dhe nuk kapin atje kriminalit, nuk kapin atë që kanë në lëndë mësë me jetu këto. Sa je kanë unë era po që po jo, sa je kanë civila, I kanë punë atë në civilacion. Unë për ne erdha me shtyje këtë, nuk sa më bëva. Po jo më bëll kur tërçoj këtë. Në muisha. Protestuesit pretendojnë se investitori u ka rrëmbyer tokat, për të cilat ata janë ende në procese gjyqësore. Banorët thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa përsëritën thirrjet e protestuesve në Tiranë. Torë për ditë ne du zhyt, bërq, që pas punove nuk hat, nuk jetohet. Tashi, kjo qeveri, se nuk ka dërgjët, Ramanburg, Berishamburg, të dy, ma hajdutat e Shqipërisë dhe janë. Shqipëria nuk shitet. Nga keni ardhur sot? Nga Labria. Se erdhe? Është e pa drejtë. Oligarkët këtu po bëjnë namin. Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg. Resorti që po ndërtohet shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur që në shkurt, por ditët e fundit kantieri I ndërtimit u fortifikua me muret e larta. Kjo masmbrojtëse duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë grabitur me dokumente false nga një ish zyrtar, I cili më pas ja ka shitur kompanisë ndërtuese.